Specialistët për hetimin e trafiqeve referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasen braziliane me iniciale BF 29 vjeçe për veprat penale, trafikimi i personave të rritur me qëllim shfrytëzimin për prostitucion dhe shfrytëzimi i prostitucionit, pasi dyshohet se në një apartament në lagjen Lef Sallata shfrytëzonte për prostitucion dy shtetase braziliane, përkatësisht 34 dhe 30 vjeçe. Këto dy shtetase u proceduan në gjendje të lirë për veprën penale prostitucioni. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë ndaluan shtetasin në kërkim me iniciale AZ 24 vjeç, pasi gjykata e shkallës së parë në Vlorë e ka dënuar me 4 muaj burgim për veprën penale vjedhja, referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me iniciale ED 24 vjeç banues të Vlorë, pasi dyshohet se ka vjedhur një shumë parash në një fast food në qytetin e Vlorës. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë arrestuan në flagrancë shtetasin me iniciale NL 63 vjeç banues në Vlorë, pasi dyshohet se me automjetin që drejtonte në gjendje të dehur në rrugën Kosova ka përplasur një automjet, si pasojë janë shkaktuar dëme materiale. Materialet ju referuan prokurorisë për veprimet të mëtejshme.